Çfarë është abuzimi ushqimor? Kur jemi të vegjël, shpesh ne nuk i dëshirojmë disa lloj ushqimesh, trupi jon nuk i do, por në një farë mënyre jemi të detyruar nga të rriturit, që mund të jenë prindrit, gjyshrit, edukatorët në çerë dhe në kopësht, ndoshta edhe në shkollë, që t'i ham ato lloj ushqimesh. Dhe kjo krijon tek ne një formë ndoshta intolerance ndaj atij lloji ushqimi kur ne i bëhemi të rritur. Sepse edhe pse një ushqim mund të jetë i shëndetshëm, i konsideruar i shëndetshëm, asnjë fëmijë dhe asnjë trup nuk është njësoj dhe ndoshta për një trup, për një fëmijë, ai lloj ushqimi nuk është i pranueshëm, nuk është i këndshëm. Një gjë tjetër është për shembull sasia e ushqimit. Kur një produkt, kur kemi qenë të vegjël, na është gatuar, na është dhënë shumë shpesh, ne mund të zhvillojmë një intolerancë ndaj atij ushqimi kur jemi të rritur, apo nëse për shembull jemi detyruar që të ham një sasi ushqimi dhe nëse nuk e kemi ngrënë, jemi kritikuar apo jemi shantazhuar, apo jemi bërë të ndihemi në faj që të tjerët nuk kanë për të ngrënë, në Afrikë, në Indi, kurse ju e lini ushqimin në pjatë, apo ndoshta na është thënë që nëse e lëm ushqimin në pjatë do na hiqet diçka tjetër e kështu me radhë. Të gjitha këto gjëra janë një formë abuzimi që ne na bëhet kur jemi të vegjël dhe që mund të ndikojnë marrëdhënien tonë me ushqimin kur ne jemi të mëdhenj, kur ne jemi adult, edhe pse ne nuk e mendojmë që mund të ketë një lidhje. Një gjë tjetër është për shembull janë festat familjare. Mua më ka ndodhur një herë në Torino që kam shkuar në një drekë familjare në një restorant tipik piemontez këtu në afër Torinos dhe kishte rreth 13 antipasta, 4 pjata të para, 4 pjata të dyta, 3-4 lloje ëmbëlsirash e të tjerë, domethënë një sasi pafund ushqimi, që edhe pse ishte një moment gëzimi për të ndetur bashkë në familje, fakti që hëngrëm aq shumë, filluam të ndjeshim keq, unë fillova të ndjesha keq dhe i thash vetes që pse ja bëra këtë gjë vetes, domethënë pse hëngra kaq shumë dhe thash me vete a ka kuptim që të festosh, të dalësh dhe të hash kaq shumë sa të bësh të ndihesh keq pastaj më vonë. Ky është një formë abuzimi me veten tonë. Një formë tjetër abuzimi me veten mund të jetë për shembull kur neve ham ushqime të pashëndetshme, kur neve ham më tepër se ç'kemi uri në fakt, kur neve mbulojmë gropa emocionale nëpërmjet ushqimit, kur neve konsumojmë produkte jo të shëndetshme, edhe pse jemi të vetëdijshëm, kur përdorim substanca që nuk janë të shëndetshme, pije të gazuara, ëmbëlsira, sheqer, produkte shumë të elaboruara kimikisht nga industria, i ashtu quajtur junky food, kur pim duhan, alkool, drog, edhe e abuzojmë veten tonë, e abuzojmë trupin tonë. Edhe ky është një lloj abuzimi ushqimor, le të themi. Dhe e rëndësishme është që nga ky lloj abuzimi ne mund të dalim, mund të punojmë me veten dhe mund të ndryshojmë totalisht marrëdhënien me ushqimin.